Fshati Bahute është një nga vendbanimet e vjetra të zonës së Dibrës, i njohur për historinë e tij të hershme dhe traditat e forta që kanë karakterizuar jetën e banorëve ndër breza. I vendosur mes natyrës së bukur malore, Bahute dikur ka qenë një fshat i gjallë, me familje të shumta që merreshin me buqësi dhe blegtori, duke ruajtur një mënyrë jetese të thjeshtë, por të qëndrueshme. Me kalimin e viteve, sidomos pas viteve 90, fshati filloi të përballet me fenomenin e braktisjes. Dhe sot, kur ecën në rrugët e heshtura të Bahutes, dëgjon vetëm jehonën e një jete që nuk është më. Shtëpitë e mbyllura, dyert që nuk hapen dhe oborret e zbrasta tregojnë një histori që po shuhet dal nga dal. Bahute nuk është më thjesht një fshat, është një kujtim që po tretet, një zë që po humbet në heshtje, dhe bashkë me të, po shuhet edhe një pjesë e shpirtit të kësaj toke. Sot, Bahute numëron vetëm 3 deri në 4 banorë të përhershëm, të cilët vazhdojnë të mbajnë gjallë kujtimet dhe frymën e këtij vendi. Ky fshat përfaqëson një realitet që po përjetojnë shumë zona rurale në Shqipëri, një histori e pasur, por një e ardhme e pasigurt, ku heshtja ka zëvendësuar gjallërinë e dikurshme.